takimet e Partisë Demokratike me lëvizjen vetëvendosur, kryesisht Albin Kurtin, mu më duken të zymta edhe pahishme edhe papranueshme. Unë nuk më e pranoj një njeri që më quan mu hajvan dhe vjen e ta pranoj unë në zyrën time të bisedoj me të dhe pastaj edhe të zgërdhihem me të. Mu kanë thonë njerëzit përpara që janë shtyrë me zveti cili e ka femnën më të mirë dhe sa femna i ka, dikush 3, dikush 4. Ju ka 5, për nështë edhe ka 10 i kanë. Sa të kom fryme në gjallë, Albin Kurtin nuk e votoj. Do t'i grisi pasaportat e Kosovës, nuk do t'vinë Kosovë fare. Unë jam rapsod, Nureddin Drenica, ose Nureddin Gashi, se shumë bjem në kam, dokumenta Nureddin Selmoni, përndryshe si i njoftë Nureddin Drenica. Natë kemi po ty si aktivist të shumë i flakti i Partisë Demokratike të Kosovës, por sfundmi e kemi por edhe një reagim të ndin shumë të revoltuar ndaj kësaj partije. Pse ndodhi kjo kështu? Është vërtet se prej që ekziston Partia Demokratike e Kosovës, që nga fillimi se është një parti që ka dalë nga lufta, kam qenë përkras i flakt i saj, me mishe me shpirt. Dhe duke i po sfundmi sjelljet e tyre dhe pas arrestimit të krerëve të ÇK-s që i mori Haga padrejtisht dhe pasivitetin e tyre ndaj atyre që nuk kanë bërë pothuajse asgjë, unë para 2-3 vite kam organizuar edhe protestë. Nga Suedia kam organizuar protestë për mbrojtjen e shërimtarëve. A besoni, krejt 50 vetë 60 s'kanë qenë prezent në atë protestë. E s'fundit tash, kohën e fundit jam zhgënjur më tepër për arsye se takimet e Partisë Demokratike me lëvizjen vetëvendosur, kryesisht Albin Kurtin, mu më duken të zymta edhe pahishme edhe papranueshme. Për arsye se ta janë kundër çdo të mire që është arrit për Kosovën deri më sot. Dhe takimet dhe buzëqeshjet e tyre, si Albin Kurti me Mevli Krasniqin, sfundmi tash edhe me Bedri Hamzën, më kanë bërë me mendu që mos po ndodh ndonjë koalicion mes tyre që të zhgënjehemi deri në palcë dhe pastaj duhet të tërhiqemi. Unë nuk më e pranoj një njeri që më quan mu hajvan dhe vjen e ta pranoj unë në zyrën time të bisedoj me të dhe pastaj edhe të zgërdhihem me të, unë mund të thuaj që ka mundësi që edhe do të ndodhë ajo. Prandaj edhe jam zhgënjur jo vetëm unë, por të gjithë fansat e mi, të gjithë shqiptarët që kanë përkrah Partinë Demokratike të Kosovës, janë zhgënjur me këto skena, duke i pa edhe sjelljet e tyre në kuvendin e Kosovës që janë vërtet të tmerrshme. I përmende këto arsye, po ndonjë arsye tjetër, a ka pse keni vendosur me u largu prej Partisë Demokratike të Kosovës? Mu më njohin pothuajse një pjesë e madhe shqiptarëve dhe unë gjatë krejt karrierës time, jetës time, se i kam bukur 2 vjet, kam qenë aktiv me këngë rapsodike për kulturën shqiptare, kryesisht folklorike. Dhe kam pas sfida të ndryshme në jetën time, qysh edhe atje ku jetoj në Suedi, me atentatin që më kanë ndodhur, pikërisht nga këta njerëz kanë qenë të paguam, apo s'kanë qenë, apo që kanë ndodhur, po unë e di që kanë qenë shqiptarë. E pastaj pra do të thotë kjo që ti dole në mbrojtje Partisë Demokratike të Kosovës dhe atentati të bë për këtë arsye? Unë kam qenë, ka mundësi ajo sepse unë kam qenë një ndër aktivistët më të drejt për drejt për intervistat që i kam dhënë dhe këngë që i kam këndu, domethënë kundër atyre që janë kundër pavarësisë dhe lirisë Kosovës dhe në përkrahje të plot të Partisë Demokratike të Kosovës. Natyrisht jam zhgënjur sepse ku të ndodhin ato raste, siç ndodhin në Suedi, pastaj burgosja ime në Kosovë vjet, dhe Partia Demokratike hesht për një aktivist që e din gjithë që çka kam bërë për Partinë Demokratike të Kosovës, natyrisht që zhgënjet njëri.
Çka ke qenë ti në gjendje me bo për Partinë Demokratike të Kosovës? Unë për Partinë Demokratike të Kosovës kretë forcën time që kam pas gjatë kretë jetës tim, gjatë kretë tyre viteve, që prej pas luftës e deri me tani kam qenë 24 orë në favor të Partisë Demokratike dhe kryesisht edhe të atyre që janë të burgosur në Hagë padrejtisht. Por me sa duket unë i kam kuptu edhe anët e negative tyre që vërtet këta një kohë, kur mu më kanë thonë njerëzit, që këta ofrojnë njerëz në Partinë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë bashkëpunu përpara edhe me Serbinë. I ofrojnë gjoja se hajtë t'i zbutim këta njerëz, e t'i përkthejmë këta njerëz, e t'i bojmë njerëz. Një njeri i cili ka bashkëpunu me Serbinë, ai nuk mund më përkthy kur, as mund më bon adetar kur njët. Dhe unë kam pa që edhe nëse jap shpirt njeri për Partinë Demokratike ose për çfarëdo partie tjetër, në fund krejt pasojat i bardh vetë dhe këta vetëm heshtin edhe këshirin interesat personale të vetat. Këtë nuk përfshihet veç Partia Demokratike e Kosovës, por të gjithë politikanët, pothuajse 99% janë njësoj. Interesat personale të vetat, edhe mund kanë thonë njerëzit përpara, që janë shtyrë me zveti cili e ka femnin më të mirë dhe sa femna i ka, dikush 3, dikush 4, kjo shumë është e vërtet, ta vetëm krejt politika kosovare është e lidhur me familjarizëm, me korrupsion dhe natyrisht edhe me femna, që nuk mungojnë ato të këta absolut, e që është merri i të merrit. Nuk muj me thonë se cili, e marrë 1% këgja të madhe, që po, ju ka 5, për në 7 ka 10 i kanë, edhe janë, i kanë hypë, dhe me thonë mallit për mi, pare që i kanë hypë për mi, nuk din që kanë me votja të sen, veç ngojnë mas femna. Edhe vetë fakti të rëgën që edhe Kosova në çfarë gjendje ka ardhur tash, me siguri edhe ju e shihni, është që buxheti i Kosovës është vjedh, është keq menaxhu, korrupsioni është në kulminacionin më të lartë, e aja më e keqe që është për mua, që unë i kam pa me sytë e mi, na fonsat, po e zonë Partisë Demokratike të Kosovës, edhe të partive tjera, ka ndodhur edhe janë rrenë me zvetin në lokale, apo edhe në diaspor, për shkak të partive. Duke mos e kuptu këta që partit bashkëpunojnë me zveti, a nëse shkon e i shiqen prapasken partit politike edhe liderët, ata i hi bashkë. Si po ndjehesh ti tash masi ke bu krejt që të gjana për Partinë Demokratike të Kosovës edhe tu ka kthy në këtë monedhë? Unë natyrisht që ndjem shumë keq sepse kam rreziku, kam sakrifiku, jam dëmtu edhe ekonomikisht, mu më kanë akuzu partitë e tjera gjëja se mu më ka pagu Hashim Thaçi, e Sami Lushtaki, këtë tjetri gjëja se mi ju kënu kongë që është e pavërtet, mu më kanë akuzu që unë kam marrë miliona që kam lobu për Partinë Demokratike të Kosovës, gjëja që është e pavërtet, unë asgjë s'kam përfitu, përveç se e kam dëmtu shëndetin tim, familjen time edhe rretin. Edhe që jam me një formë e kam bon një pjesë shqiptarëve, ata që janë me Albinin nuk më ndonë mu për shembull. Ndodhë që ka dhe konflikte me ta nëse më shohin drejt për drejt, si ku ka ndodhë atentati për shembull. Partinë Demokratike të Kosovës, me 3 fjalë përshkruaje. E pa vendosur, partia cila nuk interesohet për liderët e saj, absolutikisht, dhe nuk di çka thënë tjetër, përveç se e lëkundër. Nëse do të ketë zgjedhje, a do ta votoni Albin Kurtin? Absolutikisht, sa të kom fryme në gjallë, Albin Kurtin nuk e votoj. Albin Kurti për mu nuk ekziston si politikan. Albin Kurti me partinë e tij, lëvizjen vetëvendosje, është e keqja dhe e zeza e këtij vendi. Me që lëvizjen vetëvendosje jo, as Partinë Demokratike të Kosovës jo. Nëse vazhdon, do ta votoni? Nëse vazhdon Partia Demokratike e Kosovës më zgërdhi me Albin Kurtin me lëvizjen vetëvendosje, me pranon takime duke i quajtur hajvana, unë do të tërhiqem edhe nga kjo parti,
nuk do të votoj kërkëm. Do të shpërngulem, do t'i grisi pasaportat e Kosovës, nuk do të dim Kosovë fare. S'kam edhe çka me lyp. Kjo është një tmerr që na kanë zgënjy. Unë për veti mergjimtar jam, po gërnas nuk jam, se gërnas është ajo pjesa që kanë votu Albin Kurtin, jo. Mirë po tash, kjo skena atyne e këtyre kohëve të fundit që pëjbojnë Partia Demokratike me lëvizje, me dhunë, s'po më pëlqen dhe po shgënjell dhe ndodhë që do të tërhiqem edhe nga kjo.